Kur flet me Allahun, nuk e pse friksohesh se mos po të keq kupton, sepse ai realisht të kupton. Kur flet me Allahun, nuk ke nevojë t'i thuash më fal që të pengova në këtë kohë. A ka mundësi të bisedojnë 1 minutë? A e din çka është më e rëndësishme në të gjithë këtë? Nuk ke nevojë të ngresh zërin që të dëgjojë, ende pa u shprehur me asnjë fjalë, pasi ai të kupton. Është i vetmi që ti nuk turpërohesh ti tregosh çdo gjë, dhe për çudi, ai më mirë se ti i din tregimet e tua, megjithatë të dëgjon. Nuk mërzitet e as nuk të thot se kemi biseduar për 1.000.000 herë. Të lutem, më trego për këtë prap. Është i vetmi prej të cilit nuk turpërohesh duke qarë para tij. E në sejdë, je në takim të veçantë me të. E ai është i vetmi që ti e don pa ndërprerje, edhe pse nuk e ke takuar asnjëherë. Është i vetmi që të don ty pa ndërprerje, edhe pse ti nuk e di. Të dua o Allahu im.